Artin, të kam përsëri se patëm një shkëputje të vogël dhe vazhdimisht po shihnim edhe pamjet e servirjes drekës. E nisim edhe një herë. Po, si shpo thoja, dreka ka nisur diku tek 30 minuta me vonesë sipas agjendës zyrtare për shkak të diskutimeve të gjata që ka pasur mes të pranishmëve në këtë mbledhje të thirrur gjatë ditës së sotme nga kryeministri me drejtuesit politik të qarqeve, siç e keni parë edhe nga pamjet. Është ka qenë një tryezë rrumbullakët ku ndryshe mbase nga se mund të ketë ndodhur në zonat të tjera të Shqipërisë, i vetmi kryebashkiak i cili ka qenë i pranishëm në këtë tryezë diskutimesh ka qenë kryetari i Pogradecit Ilir Xhakolli, i cili ka qenë në krah të kryeministrit Rama, ndërkohë që të paktën nga burimet e brendshme që kemi dhe diskutimet e bëra nga aty e gjithë tematika ka qenë dokumenti Besa, në mënyrën se si ai është arritur të kuptohet nga ana e deputetëve, por dhe ministrave, dhe mënyrën se si ata do duhet t'ia shpjegojnë shumë herë dhe më mirë elektoratit dhe zonave të tyre elektorale, por edhe shqiptarëve. Gjithashtu një fokus në këtë takim është vendosur edhe tek pjesa e reformës territoriale për shkrirjen e 15 bashkive, ku po ashtu Rama ka qenë disi ashpër edhe me drejtuesit politik të qarqeve, ndërkohë që një pjesë e tyre sigurisht janë dhe ministra, duke kërkuar që duhet jenë ata të cilët duhet ta shpjegojnë më së miri për komunitetet e tyre respektive këtë reformë territoriale dhe jo ajo të bëhet përmes televizioneve që në shumicën e rasteve nuk arrin të kuptohet aq sa duhet nga qytetarët. Gjithashtu është prekur lehtë edhe pjesa e zgjedhjeve lokale, sepse para do të kemi zgjedhje lokale dhe sigurisht që do duhet të kemi emra të cilët jenë shumë të pastër dhe shumë pranë komunitetit. Të paktën kjo ka qenë këshill e kryeministrit Rama në lidhje me këtë pjesë, ndërsa sigurisht që diskutimet janë fokusuar edhe tek dokumenti i dytë, prania e Besës, e cila lidhet mbi të gjitha me pjesën e mënyrës se si do të qasen tashmë drejtuesit politik të qarqeve, por deputetët, por sigurisht edhe kryetarët e bashkive pranë elektoratit dhe pranë banorëve të zonave të tyre respektive. Ndërkohë që i vetmi merak të paktën që vazhdon të ngulmoj kryeministri në diskutimet që ka bërë edhe me përfaqësuesit qarqeve është Besa, mënyra se si ajo do duhet të komunikohet tek banorët, tek njerëzit dhe mbi gjitha se si do duhet që ta kuptojnë ata për mënyrën e qeverisjes që synon tashmë kryeministri nga shtatori e në vazhdim në lidhje me edhe me atë se çfarë ka ndodhur, me situatën politike në cilën jemi, me protestat dhe se si do duhet që të bëjnë që shqiptarët të kuptojnë që Shqipëria nuk është gati të paktën për të dhënë dorëheqjen kryeministri, siç e kanë kërkuar dhe protestuesit në mënyrë të vazhdueshme në ditët e tyre që kanë protestuar. Mbledhja do të vazhdojë pasi të përfundojë dreka, të paktën në një menu e thjeshtë dhe modeste na kanë thënë drekës, dhe do të rifillojë me një tjetër diskutim sa i përket mënyrës se si qeveria, punët e qeverisë apo dhe ministrit kanë qasjen e tyre në mediat tradicionale, për të përmbyllur më pas me diskutimet sërish për Besën dhe për të vazhduar mbrëmjen më pas në një nga hotelet e Tushemishtit, ku do të jetë dhe darka me të ftuarit. Ndërkohë që besoj një pjesë e tyre do të jenë sërish edhe nesër në takimin që do të mbahet sërish këtu në të njëjtin vend me ministrat dhe me drejtuesit e agjensive, për të vazhduar me pjesën e raportimit mbi objektivat që ata kanë pasur, realizimin e tyre dhe çfarë objektivash do të kenë nga shtatori e tutje për të realizuar. Dakor, të falenderoj shumë për raportimin më së të detajuar deri në këtë moment. Do të kemi edhe disa orë të tjera për të raportuar në vazhdim. Ke një komunikim, Artin? Do të flasë Rama për mediat për këtë ditë të parë, apo ndoshta nesër do të ketë një përmbledhje të këtyre diskutimeve 48-orëshe? Dakor, duket se ka probleme ndoshta edhe me valët. E përshëndesim Martinin. Eci më tej, por do të qëndrojmë përsëri në Pogradet.